ai po fliste, unë po prisja. Hajde se vdesh. What the fuck? Shqipet e marr, pak të na ligjet. Hi guys! Mirë se erdhën në kanalin tim të YouTube-it, jeni me mua Kelin dhe unë sot jam në Florida. Tani, nuk jemi fix në Miami, qëllimi ishte që vinim në Miami, jemi në Fort Lauderdale, që është jashtë 20 minuta larg Miami. O zoti, ja dhuroj këtë palmat. Që se do kisha qenë fem, do kisha qenë fem. Tani jemi në front desk sepse po marrim çadra metalike për të plazh dhe gjeni se çfarë janë të fshira në çmim të gjitha. Janë fala. Tani ndihem si një baba shqiptar që ma marr kalamajt, termosin, çadrën me vete dhe me sipre Tani me të hapi çadrën. me aurën tate do ndalojmë të makinat, ec? Se me aurën tate do ndalojmë. Vetëm se vetëm. Ja, wow. Çfarë aur. Ky është një nga plazhet më normale këtu në Florida. Ka hyrë një flok sherpike dhe nuk e hyj çdo. Çuna. Kjo është jeta që dum, shifni këtë. Tani është momenti i çadrës. Të çadrën po e hap për herë të parë, kështu që nëse të ndet, mos ma vini re. Po? Vetë mos, jo, çfarë po bën? Po e hap? Po vej një herë aty, jo. Se do ta marr era. A je krenar për mu? Shumë krenar, shumë t'i kam punë. Nuk shkojmë do të më thellë se ka peshkaqan. Po Dario se më djek trupi! Hajde djek shumë trup. Telefon si piksor. Unë vej pasu që është. Kam bler disa kremra për flokët, travel size, se na mbaruan. Haj shumë herë kemi la flokët të ditë. Unë fal. Sa pojtash? Qa kesi ja? Kam shumë ba? Amore mio, 4.800. Se ju do të kështu? Ajo, amor, është $4.800, a blesh? Po, sa të shtim. Yes. Ky është vendi im i preferuar në Brickell. I'm gonna share that. Ky është vendi im i preferuar në Brickell, ka literalisht bombolone. Ka pizza, janë çdo gjë italiane dhe më vërtet duket sikur jeni në Itali. Edhe mbërsirat janë super të mira. My favorite. Më që vetja sot. Ka bukur e bëtë sot të drejtë. Përvoja, jep reactionin e parë. Oh, wow! Tërë ke marrë për te, së më dërmerën për shumë. Edhe kjo më bëndë 5 pje mua.
Loco, estoy al Barcelona, no pasa más uno. Hace un film onda. Me ndaluar në mes rrugës dhe ky po na bën një këngë. Worry, the Uber will cost the same thing. Kjo është eksperjenca që marrë nga Uberat Miami. Oh, që është ajo? Ua, ua? Ato ishin iguana. Ready? Huh? We good? Yeah. Vendi që po rri momentalisht dhe është super, është 10-10. Realisht po mendoj të shvendosem këtu dhe të doj për gjithmonë këtu. Pishina është super e madhe dhe këtu mund bëni edhe party. Imagjinoni të jeni me shoqërinë tuaj, diku të 10-12 veta, ose 5 veta, ose më shumë, ose më pak. Nduket sikur çdo njeri që jeton këtu ka janë. Ose avion privat, ose sot avionin privat kam parë. E vetmja gjë që mungoka këtu e kam qetë një gjë. Një makineri që bën afëllore. Jemi duke u relaksu tani dhe pastaj ndoshta në darkë mund të iket në kazino. Ndoshta Bro, $2,000. Haydi! Call attendant, somebody! O zotë hum! Humi Dario! Dario! Humba! E pash. Oh my god! Tani do provojmë një ice cream shop që është me alkohol. All right, so we got a creme brulee here. Okay. We got a coconut loco with I got the Coco Loco too. tequila. Oh my god! That's the Don Julio. The creme brulee is the best so far. Ai provojeni. Hi, kjo është espresso martini me Hendrix. I love Hendrix. This is gonna be a good vlog. You guys don't have to like, comment, and share. This is the best, by the way. Bourbon, highly I'm recommended. gonna say that this is a guy who showed us all the spots, all the restaurants. Breakfast is beautiful. Got us drunk. He is my rich cousin. Rich cousin. Okay guys, ëndra e Darius bëhet realitet edhe më duket sikur e kam pasur edhe unë ëndër që ta shikoj mesin, edhe pse s'kam pasur ndonjëherë ëndër, po jam super emocionuar. Për çdo ndeshje unë jam e emocionuar. Tani do futemi brenda. Unë kam vesh blusën e Barcelonës që t'ja tregoj Mesit dhe Mesi të shohë mua dhe të qaj edhe të ndihet keq edhe të ketë në Barcelona, se dua Mesin të Barcelona. Sa për qenjë me këtu dhe jemi në mu. Është qitë stadiumi Ross. Edhe janë gjithë njerëzit që super energjik. Po ju updatoj pak. Është 1-0 sa po ka bërë gol Miami dhe ka bërë gol Alba dhe Messi po bën temje. Do punë Messi push. Dhe më bukur është e kemi këtu. Realisht është këtu, dhe jetë këtu. Jeni shumë emotional. Unë jam gati me qajtën. Messi! Messi ka bërë një gol, një asist sa është mu direkt në fush, ka fikur lojën!
thoni që kjo nuk është pamja më relaksuese që jeni parë ndonjëherë në jetën tuaj. Më duket vetja si një njeri që jeton në plazh, ka jetuar gjithë jetën e saj në plazh, ecën zbath, është e nxirr, ka quka, ngjitet në pemë për të kapur ato perimet, ngjitet në pemë për të kapur frutat. Kjo është pishina dhe atje në fund fare është deti, po unë kuptoj që të shkoj deri atje, po duhet të shkoj deri atje. Do shkoj domethënë deri atje, por momentalisht spërtoj. Ule. Masa bukur. Ne shkem çojmë peshit nesër. Do marrim jet ski edhe do luajmë volleyball e gjëra. Katie's influencer of the year. She's doing everything for you guys. Po bie helikoptere. Është fantastike, duket sikurime Maldivës ishte në një vend tjetër që i ka pa vetëm internet këto pamje. Këtë rrugën kemi bërë neve, këtë rrugën kemi bërë. Në mes të oqeanit. Ka qenë ta bëni këtë rrugën natën, sa çdo gjallëz duket çdo gjallëz. Po çojmë delfin nga momenti në moment. Tani është momenti që të shqytemi. Hajde. Po marrim tacos. Kjo është tacosi me chicken, po unë nuk e haj qepën, kështu që do heqem pak. Sa të mirë që në të tacos. Hey Georgia. Nga 110-a. Vjetë. E mirë, e? Kemi marrë bira të bëra vet dhe 5 top që janë më të famshme. Kjo është më e famshme, kjo është base IPA, kjo është Asai favorite, kjo është the first one that they ever made. So we have a little history here. Kjo është the first one, right? First one they ever made. Yeah. Është dark. Kjo është preferuar e saj. Unë jam një adhuruse birash, kështu që besoj që të lemon raspberry sour. Really? Alligator, lighthouse. Vërtetë. Kjo që janë fix të birë normale, si Corona, IPA. Kjo është the best IPA, thajë. Shumë e mirë. Mua nuk më pëlqej shumë IPA, po kjo është që janë super e mirë. Dhe kjo është the best seller. Kjo me honey? është me honey, është shumë smooth.
Nuk të fryka shumë kjo. Okay, my favorite është tani mua më pëlqen bira, kështu që do zgjidhja këto treja. Ajo është më e shitura, iguana, honey, Kjo është për mua më e preferuar, pse? Arsyeja është që kur vjen mbruri edhe kështu kur merr flights, ideja është të provosh një gjë të veçantë. Dhe kjo për mua është më e veçantë. Ajo është birë që nuk ndjehet si birë, është si alkohol sour. Shumë mirë. E gjithëve është kjo e preferuara sepse nuk ndjehet si birë. Ai është mbaruar. Jo, unë jam një Meksikan i vjetër me bark që më pëlqen birra klasike. Më pëlqen atje